Çështja Balluku kalon në mbledhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Kjo për shkak se votat në kolegj u ndan, 2 pro dhe 1 kundër, ndaj u vendos që teksa nuk ka pasur unanimitet, çështja të shkojë për shqyrtim në mbledhjen e gjyqtarëve. Çështja Balluku u shqyrtua në kolegjin e përbërë nga 3 gjyqtarë kushtetues. Ata janë Sander Beci, Marsida Xhaferllari dhe Sonila Bejtja. Pas votimit, kolegji e kaloi në mbledhje të gjyqtarëve si instanca që do të vendosë për kalimin apo jo në seancë. Kolegji i gjykatës kushtetuese ka pranuar të shqyrtojë ankimin e qeverisë për Belinda Ballukun, e cila është pezulluar me vendim të GKKO, tashmë verdikti final i takon të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Këta të fundit do të vendosin nëse do të pranohet vendimi i GKKO për pezullimin apo Belinda Balluku do të kthehet në zyrë apo jo. Tashmë, filtri parë për këtë çështje kaloi në kolegjin e kushtetueses, që 8 gjyqtarët të marrin pjesë në mbledhjen do të duhet të jenë të njohur me aktet e dosjes të paktën 48 orë para, siç u përdor me zonjën Xhaferllari. Gjykata e posaçme pezulloi nga zyra zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë, duke i ndaluar gjithashtu të drejtën për të dalë jashtë vendit. Ajo është marrë pandehur për procedurat në tenderin e tunelit të Llogaras dhe është në netim për tenderin e lotit 4 të Unazës së Madhe. Në të 2 rastet, dyshohet se fituesi është paracaktuar. Prokuroria e posaçme ka bërë të ditur se po heton dhe një sër procedurash të tjera prokurimi.